Albini pas ka udhëtu për Amerikë. Çka do thotë opozita? Opozit, analista, gazetar, ku e një marjo, pas ka shku Albini. Po shka është me rëndësi arsyeja që ka shku në Amerikë, si pas informacioneve që kem deri tash, Albini pritet me bon një nënshkrim me ushtrinë amerikane për një vlerë të armatimit deri 1 miliard euro. Kohën e fundit Amerika ka pa që Serbia përmatoset me të madhe, edhe në paradën e fundit që ka dalë Serbia me paradën që ke në Beograd, ke shumë e madhe, armatim i madh, aeroplana, drona, tanka, çka pe di unë, gjithçka që ka ble pej kujt ka mujt. Të pa rrezikun, atëherë Amerika ka vendosur që kush përveç Albinit mundet me bo një marrëveshje prej 1 miliard euro me ble armatim. Dihet veç baba, Albini. Për qëtë arsye, se për tjetër sen ai s'ka pas nevojë me shku atje në Amerikë, se s'ka pas shka me lyp atje. Për arsye kryesore që Albini shkon në Amerikë është me ble armatim. Edhe besoj që mrena 2-3 muaj dite ka me dal haptas kjo punë, dikush nuk e beson, po mas 1 muajve, 2 muajve ka me dal kur të vjen armatimi në Kosovë, keni me thonë, që që dite e deputet. Se Albini nuk ka shku veç haq ashtu. Pse ndodhe Albini me shku, mas paradës në Beograd të ushtrisë shkive, Albini po shkon në Amerikë. Për shka po shkon në Amerikë? E vetëmja arsye është për armatimi. Na tjetër sen nuk kem shka me lyp atje. Shtetin e kem, kryeministrin e kem, kryetarin e shtetit e kem, kryetarin e parlamentit e kem, qeveria po funksionon. Vendin e parë Albini ka pru në Kosovë, vendin e parë në Evropë, vendin më i sigurt në Evropë që ka pru Albini Kosovën, vendin e tretë në botë. Unë s'di pse, adin përveç armatimit, pse do të me shku Albini në Amerikë, për shembull atje me hub 2-3 ditë, sidomos në kohën e zgjedhjeve tash. Po me ju kallëzu ty në lapera të opozitës, pevaqica, gazetarve, e krejt që ty në analistave që janë pagun për Beogradit e për Vučićit, me ju kallëzu që Albini nuk në shon për. Ja, kote keni ju. Kate keni edhe për 25 vjetë, ndashi peshquhi, ndashi tranohi, ndashi ndëmshtimës shkoni, se Albinin që atë keni me pas. Dje ke 20 vjeturi i romjes policit tonë, edhe e këqyri këta opozita, këta pisat, qysh nuk ishin kon as një prej opozitës. Beson vike marrë edhe me këqyrë televizionin, me këqyrë ceremonien që ndodhë ka ato, kur ishe këta pevaqicat e opozitat, as një prezent. O pevaqica, pa keni ftyrme, pa e një njerëz jo, a veç e një hajna, se jo as njerëz nuk jeni, jo veç hajna, jo për pare ju një gjene me a këthy bëthën gjithë kujtë, që që keni këthy Vučićit, e Radojićit, e Simićit. Po qysh nuk je vjen marë mos me shku më burë në përvjetorin e Bunjakut. Po gjakë i tina edhe ndjerësa aty në polizve tjerë, sa dhe ki cepëm cep Kosovën shlirume. Mund është me dalë me shku ku dush, po është gjakë i qatina, që ti sot mund është me hecë, edhe pse ju zguxani me dalë anina. Ju të opozitës halas keni guxu me dalë, se Radojići aj ju hypë në shpinaj. Qyshu ka hypa, apet ju hypë në shpinaj, veç shpinjerën. Aj heqaj nuk ju shdryp juve. Se qasi pevaqica e një, qasi lapera e një. Mos me shku dera ato, është të merë për juve, burë, të merë është.
Nuk di unë qysh menani me ardhë, qysh menani me fitu besimin në popull, jo opozita, jo përfaqësisat, me kësi gjeste. Mos me shku as në përvjetorin e dytë, policie që vratë. Pa nuk vra për Albinin, as për Glaukun, as për Vjosa Asmonin. Ajo vra për krejt neve, që sot na muna me shku me shkel krejt Kosovën. Jo se një konë gjende as në status Facebookit me shkru 2 fjallë për ta. Marrët do të me ardhë. Turp më është për juve, qka e në të bo. Po nese nuk është hera parë, jo që 25 vjetë jo as familjen Jashari nuk shkoni me ndërru. Ka njëherë po thamë se po foli këtë, po jo që asi për Vaqica e një që as familjen Jashari se keni ndërru që 25 vjetë se një konë të Jashartë. E po shkoni të afrë më Bonjakë, kush është aj, kur gjë o vra, për juve shka, javë ka prish biznisin, javë ka nalë, ja ka stopu juve biznisin, a disa parë miliarda keni marë prej qësaj vijes në verët. Ra afrimi ja prishi biznisin juve, për që ata s'keni shku. Ja. Kja nuk është në regull për juve, po nëse ju e dini për që ata keni mejt me 12-13% të vota, se i një hajna, se me kanë mirë ty be këshin besu, bile këshin hypë 25%, 27%, ose hajde 30% këshin shku. Po s'moni jo, se hajna, jo nuk e respektoni asas vetën, e po dini me respektu tjetën. Jo, prej jo. Ane ko po vinë, jo po qysh ti me Albinin. Po, qysh me Albinin, po ku me gjetë ma të mirë se Albinin, o burë. Hajtë gjoje. Hajtë kalëzënë, jo, shkrunë në koment, toj, vala që Memli është ma mirë, shka është ma mirë, shka ka bon Memli, e qka bon e Memli dhe sot për Kosovë. Veç kalëzënë, a konë ministra, a konë anina, përveç që krejt familjen i ka pasuna për ambasada, të kish pas 700 motra këtë i punësuna për ambasada. Të tërsen shka ka bon? Hajtë, kalëzoni, folni, shlirë, shkru këmen, shka ka bon e për Vaqic. Lëmner Abdegjiku, shka ka bon? Ves një argument me thonë që ola bon e dishkat mirë, se edhe prej opozitës ban dishkat mirë. Jo veç të keqe keni bon, veç zetet, sen të mirë s'keni bon të iset. As kur një konë qeveri, as kur një në opozit. Kur mos kofshi, kur mos jo pofshëm. Se në opozit se meriton jo me konë.